Ujë të ngjitet në pemët shumë të larta deri në deg. Ne dim që kapilariteti tek tubat e hollë brenda trungut të pemëve dhe ke degët, thith ujin lëngjet nga rrënjët. Por nuk mjafton ky efekt i kapilaritetit të çojë lëngun deri në majat e pemëve të larta. Pra duhet të ketë një efekt tjetër që të thithë ujin. Ky efekt është vëzhguar që ndodh tek avullimi i ujit tek porët e gjetheve. Kur avullon një molekul uji nga depozita e ujit në porët e gjetheve, ajo krijon një vakum që bën që uji që është më poshtë të dalë në sipërfaqe. Dhe pastaj ky të avullojë e kështu me radhë. Po ky vakum ka një forcë shumë të madhe thithëse, deri në 14 atmosferë në drejtimin e tërheqjes. Dhe me që uji është i pangjeshëm, ky presion, kjo tërheqje shkon deri tek rrënja poshtë. Dhe kjo bën të mundur që përveç kapilaritetit, uji të ngrihet deri në majat e pemëve më të larta. Inxhinierët si gjithmonë mundohen ta kopjojnë këtë sistem që përdor pema, natyra bimët, por ky është shumë sistem kompleks sepse përbohet nga tuba shumë të hollë, shumë rezistent, tuba që riparojnë veten në rast problemesh dhe është shumë e vështirë që me mjetet e sotme të mbahen tubat pa u shtypur, pa u deformuar nga presione kaq të mëdha që ndodhin brenda në tubat e pemëve. Meqense trungu i pemës është i mbushur me këto kapilar të hollë, me këto tuba të hollë, shpesh ndodhin dhe ngatresa, shtrembrime të tyre tubave. Dhe këto shtrembrime bëjnë që tubat të ndryshojnë drejtim. Dhe kur tubat ndryshojnë drejtim, tek pema formohet një deg. Dhe kështu formohen degëzimet e pemës nga ana fizike. Dhe nga këto degëzime fillojnë nën degëzimet e tyre dhe derisa përfundojnë pastaj tek gjetja.